Jemi të lësheshtë në fjallës e mire, këngës së bukur në Odeon. Si për çdo javë që kemi mysafir nga më të rallët, më të veçantët, edhe këtë javë e kemi një mysafir tepër të veçantë. Një jetë shumë interesante, një piramid krijuese, një njeri që vjen edhe si erudit në botën edhe të historisë, edhe të letërsisë, edhe të jetës në përgjithësi. Vjen nga Ulqini ynë i dashur. Zonja Zotri për ka herë kishim pritur një mik të dashur, një rrëfys të mirë që i përngjet sheshit Odeon. Zonja Zotri për ju, për ne, për të gjithë, Zotri Sami Flamuri. Hajde, Sami, mirë se erdhe. Sami, mirë se erdhe. Po them një fjalë të bukur shqipe që gjithmonë ne shqiptarët e kemi, ishte ju ngjatjeta dhe tu ngjatjeta gjithë shikuesve të këtij emisioni të mrekullueshëm na im. O Kosovo, mirë se gjeta, tu ngjatjeta, thot Ulqini, mirë se gjeta. Salimani dikur, e mban mend? E di kush ishte? E mbaj mend Salimanin dhe sidomos nga goja jote, janë tani domethënë jetësohet prap. E bukur kjo. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta edhe një herë, ish kënaqësi e veçantë, se me të vërtet unë Kosovën jo vetëm që e kam në shpirt, por dardania jonë krëshnike është gjithmonë ai vendi që i rikthehemi edhe i rikthehemi jo vetëm me madh, po i rikthehemi me një dashuri me një kënaqësi të veçantë, pothuajse shpirtërore dhe jetësore. Domethënë jemi të lidhur, ne ulqinakët jemi të lidhur me Kosovën, sepse po mos ishte Kosova nuk do të ishte edhe Ulqini apo anasjellës. Sa herë kemi kënduar o prizren i jon, shpesh herë e kemi kënduar o Ulqini i jon, se i joni është. I joni është. Absolutisht, ha? Ishte vendi i bekuar. Paçka që në një mënyrë nga më tragjikët na e morën dhomshëm. Këtë gjë realisht e trajton në këtë libër. Sebepin tonë më të mirë të përbashkët, që jemi bashkë sot në spektaklin ton Odeon, dhe unë pres një rrëfim të mirë nga ona juaj për një jetë shumë interesante, bashkë një histori shqiptare, nga ato shqiptarët, por edhe jemi me këtë sebep të mirë që quhet prej Dulcinjo në Dinosh. Në Dinosh. Dinosh. Ish mu në zemër të Malësisë. Se me e pazan ke shkru në fund. Po, pra, Dinosh. Dinosha, po Dinosh ashtu do më thënë e trajtojnë ata dhe ashtu ju uradhon. Ka distancë apo çka do më thënë? Nuk ka distancë, po ishte një vend që ishte jashtëzakonisht i veçantë për mu, sepse unë e kam zojen nga Dinosha. Po shëndes në tretën. Ky libër është historik realisht. Është historik, po ka edhe përmasat të disa ngjarjeve që më kanë ndodhur mua në jetë, që janë disa udhëtime që unë i kam bën jetë dhe pikërisht përfundon me një homazh ndaj një in memoriam ndaj nënës time të nderë Naxhie, e cili ndroi vitin e kaluar jetë, edhe e kam patur të arsyeshme mbasi edhe libra doli vitin kur ndroi jetë që ta përmendi edhe jetën e saj, sepse ka pas një jetë jashtëzakonisht të vështirë, sepse rriti 2 djem me burr, po jetima me bab gjallë. Jetima me bab gjallë, po një nën legjendare, që nuk është më, nuk është bashkë me babajnë dhe ju bëjmë homazh me dorë trokitje prej kështu. Sami, do të flasim me pak për librin, për sebepin tonë të mirë që jemi sot këtu bashkë, po në realitet je më i ri në moshë. Ti ke lindë si të neji. Për këtë fjalën ti e nisa je më i ri në moshë, por fëmijëria jote fillon vërtet në Ulqin. A të kujtohet momenti i parë kur e kuptove që jeta jote do të jetë në mes të 2 botëve? Ishte një pyetje shumë interesante, sepse unë kam lindur jo i vetëm, po kam lindur binjak, domethënë me nokat? Në Ulqinakët i thonë binjakëve noka. Është nga binoimi, dhe thonë binok, noka, dhe Ulqinakët njihemi e gjetën me noka në fund. Me noka gjithmonë. 2 noka. Por ku na lidh ne miqësia jonë, dhe si Naimi e ka emrin Naim dhe ti e Naim, dhe kështu me mu më përcjell jeta me Naim zakonisht, edhe ishte edhe një kënaqësi e veçantë të jem me Naimin me ju sot. Kjo ishte shka e veçantë. Bineq. Po.
Babai e kishte emrin Flamur. Flamur, i lindur në Lushnjë të Shqipërisë. Në Lushnjë, po prandaj në Flamur atje. Po, prandaj Flamur sepse në atë kohë kur ka lindur babai me 41. Se po t'ishte në pyetje Ulçini, më do vonë. kishte emër Shaban. Po, me shumë rrezik tave emrin Flamur këto në. Ishte rrezik se dhe nuk ishte një emër i ndëgjuar sepse emrat shqiptar nuk ishin në vëmendje apo nuk ishin në dieni fare tek popullata e Ulçinit që ishte, siç edhe përmendën në librin Prej Dulçe në Dinosh, domethënë prej vitit 1880 ne jemi në një sundim të drejt për drejt të Malit Zi. Të Malit Zi. Edhe Samiu dhe Naimi. Po. Babai i vuni këta emra? Tani kjo ishte një pyetje shumë e bukur. Apo me nonën bashkë? Jo, ishte pyetje shumë e bukur. Ja ku lidhet Kosova prap me ne. Babai me ka pasur një shok nga Ilixha Apes, e ka pas emrin Jashar Domniku. Edhe babai i ka thënë Jasharit, Jashar, mbasi Jashari s'kishte fëmijë, i tha ti do t'ja ngjesish fëmijëve të mi, djemve të mi emrat, po me njët emra patriot sepse Hasan e Hysen kena boll. Të lutem me njët emra për Jashari duke kuptuar shpirtin e Flamurit tha shiko, to fëmijë kanë lindur me emër, edhe ja pra do t'jetë Samiu i madhi dhe Naimi i vogli dhe ja ashtu pagzuam me emrat e dy rilindasve kombëtar. Pse s'ju kërkuat llogari ma vonë prindërve kur i bashkut, mas shumë vitesh mi u thonë, pse se bota edhe ni ta bëjmë edhe Abdylin kështu. Abdyli, prandaj ishte kjo ndamja atyre 20 vjeçës që ne nuk e pam që ne do trajtojmë. Se ndoshta do të ishte Abdyli. Abdyli do ishte domos. Këtu është. Unë kam dëshirë që të rrëfejmë për jetën tuaj tepër interesante të babait tuaj, të nënës tuaj që unë kam dëshirë ta quaj nën legjendare, edhe të ju të dyve Binjak, Ulqinak. Të cilët kur ishit vetëm 3 vjeçar, babai ju nxori biletat, nënës edhe juve, ju përcolli në aeroport, edhe pastaj ka një periudhë shumë të gjatë ku ju nuk takoheni me po. A keni i kujtim, ne i pamje, ne i ndjesi, ne i moment nga ajo ndarje që ndodhi e tillë që të jetë pastaj shumë e gjatë? Ishte interesant edhe pse ishim shumë të vegjël me Naimin në kotën 4 vjeçare, ne mbam disa moment apo si intermezzo jetësore që ne kur ja thoshim nënës të ndjerë Naxhia, ajo u habiste se si ne mbam mend një moment kur babai punonte në Australi në një pub australian duke pastruar pubin, ne mbashim mend gjithë atë moment. Ishte një moment tjetër kur ne mbam mend që gati edhe unë dhe Naimi kemi pasur të dalim në rrugë dhe të na nxaj një kerr se ishte një mjegull e madhe, edhe aty Flamuri nuk ka parë, domethënë se ne kemi dalur fare nga shtëpia, ne dy binjak kemi qenë jashtëzakonisht të lëvritshëm, s'kemi lënë dy gur bashkë, ashtu. Kurse ne u çuditë se si aq të ri dhe i mbam mend, kurse ishte pikrisht kërkesa e gjyshit ton Xhemal që t'i shikojnë nipat e vetë. Edhe kur babai e bëri atë që na blej biletat për nënën dhe ne të rikthehemi në Ulqin, ai priste që do të kthehet edhe Flamuri. Po kur erdhem ne në Ulqin, erdhi nëna me 2 nipat e Xhemalit, por Flamuri nuk ishte kërku. Gjyshi ishte. Gjyshi ishte i gjallë dhe gjyshi u trondit. Kur e pa që Flamuri nuk ishte atë, tha, nuse ku e kam djalin. Kurse djali tha, do të vi, po Flamuri nuk erdhi gati 20 vjet dhe ne në Ulqin u rritëm me nënën Naxhie, dhe më thënë jetima me bab gjallë dhe nuk ndëgjuam fare për Flamurin që kishte emrin e madh, por Australia e mori. Dhe më thënë ishte një njeri i humbur, ishte një njeri që nuk ndëgjuam më për te, edhe ishte jeta jonë që i filloi në atë Ulqinin e viteve 70-ta, në Ulqini që dhe më thënë ishte duke përjetuar. Do më thënë dikur në vitin 73 vini ju. Po në vitin 73 vim nga Australia. Ju 69-sha i një kështu. Po, jemi i 69-ës, jemi lindur në Sydney të Australisë me binjakun tim Naimin dhe rikthehemi në atë Ulqinin e viteve 70-ta, paramendojës çfarë si tragjedie që gjithkusht se Ulqini është vend i vogël, edhe gjithkusht flet. Si erdhi kjo nuse vete, a ka lan burri, si kam i rritë të fëmijë vetë. Ju fillu të rritëshit. Jetoj gjyshi gjatë me ju? Jo, nuk jetoj, po atë vit ai vdis. A po atë vit vdis? Po, vdis edhe vdis në moshën shumë të re, 60 vjeçare, edhe nuk e përjetoj. I bindur që do kthehet Flamuri. Ndaj djalit saj, po, ndaj djalit ti. Djalit ti. Ju po rritëshit njerëzit flisnin. Ku e keni babain? Pse s'vjen? Po, edhe ishim 40 vjet të Flamurit. Ku ish babai? Pse? Ne ide se kishim, me dishim vetëm se jemi djemt të Flamurit, por gjë tjetër nuk dishin për babain. Edhe nëna gjithmonë e ka pasur një vestë të mirë, ka fol gjithmonë pozitivisht për babain tonë ndjer Flamurin, edhe pse Flamuri ka qenë bixhërzi me bixhoz, ka pi alkohol, dhe më thënë, kur ajo nuk e ka përmend ato veset e këqija të Flamurit. Po, veset e mira, të babaj të mirë. Po, që duke ditur që një ditë ndoshta, po qoftë se unë rritëm me Naimin dhe do të kërkoj babën
që të shkoj ta kërkoj babain. Dhe të ruhet figura... Të ruhet figura mitologjike e tij. E burrit, figura... E jashtëzakonshme, 20 vite pa e taku babain, flamur. Janë shumë. Si e përjeton një fëmijë? Shiko, një fëmijë ishte kur rritet... Një mungesë, pa e ditur a është gjallë. Po, ishte një mungesë e madhe, sepse ajo familja jone ka pasur në pediestal shumë të lartë flamurin, sepse ishte djali më i madh i familjes Rama, sepse ne mbiemrin e kemi Rama, kurse më vonë kemi ndryshuar mbiemrin e kemi marrur emrin e babait si mbiemër, domethënë nga Flamuri. Edhe shkon edhe Samiu dhe Naimi dhe edhe Flamuri shkojnë bashkë. Flamuri shkojnë bashkë, domethënë ish pikërisht nga emri i babait që mirret, por do mos ishte vështirë sepse shiko, e kemi një gjë të edhin Naim që si në Kosovë, si në Ulqin, bulizohen fëmija. Edhe kur e marrin vesh që nuk e baba, bulizimi ish aty. Domethënë, kemi pasur disa momente kur njerëzit prekin nga ana e babait, por mbasi ishim 2 noka bashk, ishte gjithmonë frikë që të kapen me ne njerëzit, sepse thot ka me mralla i tjetri. Ishte një mekanizëm mbrojtës ky. Mekanizmi mbrojtës ishte Naimi. Po mamaja mërzitej, e zinit ndonjëherë duke qarë apo duke... Jo duke qarë, sepse ajo ka qenë burrore, ajo ka qenë malsore, faktikisht edhe e ardhur nga ana e malit, nga ishte dhe origjina jo, ne jemi nga milla anës malit të zbritur në Ulqin, kurse nana ishte nga një fis shumë i ndritur një anës malit që quhet Suma, edhe mbiemri Suma ishte edhe në Kosovë, edhe ato janë domethënë jashtëzakonisht malsor me ato me dinjitetin e malsores, edhe nëndaja ime që është gjyshja nga nëna, ajo i thotë Naxhijes, o moj Naxhije, ma mirë me dal një sy në ballë se një fjalë goje. Shiko sa madhe ishte kjo. Edhe andaj edhe Naxhija domethënë u përjetësua me ne që me na arrit ne sikurse me pas bab. Kjo ishte gjëja më e madhe e nënës. Domethënë ajo nuk e lejonte vetin që të zbresin nivelin që ne ta shikom të mërzitur. Ne e dinim dhe diku kur fillukëm të pjekemi që ajo që aja i mungon burri i saj Flamuri, por në asnjë moment nuk na tregote në mënyrë direkte. Po nana ishte shtylla kryesore. Shtylla kryesore. Jetonit prej? Jetonin, domethënë nëna ime ka punuar atëherë ka qenë Riviera e Ulqinit, ka punuar 3 punë faktikisht me na mbajt ne, thuse mas më na mungu asgjë. Ka punuar në Rivierën e Ulqinit në Hotel Olimpik, ka punuar në një kafenet, që them kafeneja Amanit, duke bërë kafe aty, dhe ka punuar në një direktore si pastruese gjithashtu. Domethënë jam krenar që të them që nëna jon domethënë e ka lënë një emër të jashtëzakonisht të ndritur për ne, që ta vazhdojmë rrugën e saj dhe që ta e rikujtojmë çdo herë se si një grua pa burr mundet me rrit fëmijët pa pas dikush me i vënë me gish. Domethënë faqa e bardhë, edhe ishte me të vërtet një kënaqësi shpirtërore që sot me ndjesi të madhe flas për nënën Naxhije, sikurse të ishte tani moment me ne, sepse ajo hjeki, por shpresoj ja kemi kthyer deri diku me punën tonë, me çdo gjë që kemi munduar që ta bëjmë, sidomos kur edhe mbas 20 vjetëve i ribashkova me Flamurin. Kjo ishte kjo nëntë që s'ishte ve shtylla e shtëpisë. Ja. Ishte krejt shtyllat e shtëpisë. Dhe shkollimin fillore mbaruat aty Fillon në Ulqin, në shkollën që ka një emër tani pak të qitur modër, por atëherë çdo shkollë në Ish Jugosllavia kishte emrin e Marshalit Tito. Marshal Tito. Edhe kështu kjo Po pastaj në gjimnazin Skënderbej keni qenë? Jo, gjimnazin Skënderbej jo, sepse atë kemi një shkollë fillore ka emrin Skënderbej, po ishte në kraj, por shkolla në Ulqin ka edhe kjo një emër komunist, quhet shkolla e mesme Vllazërim Bashkim. A Vllazërim Bashkim ishte? Po ende ka kjo shkollë emrin Vllazërim Bashkim. Pse zgjodhët duket hotelerin ishte apo? Po hoteleria ishte se ishte dega kryesore në Ulqin. Dega kryesore. Domethënë ti në Ulqin nuk e domethënë po të qofse je ose në kuzhinë ose kamarier, domethënë ai ishte diçka që ulqinakëve ju shkan përdore. Domethënë ende sot janë kuzhinierët më të mirë, kamarierët më të mirë dhe mikpritësit më të mirë, andaj edhe Kosova gjithmonë kënaqet kur vjen në Ulqin. Se ka një mikpritje nga Rrava. Nga Ulqini vet. Po, nga Ulqini. Shkon në shtëpinë vet. Ashtu, ai shkon në shtëpinë vet. Ashtu siç mendojmë që Ulqini vjen në shtëpinë vet. Ashtu. Edhe ne kemi mirënjohje të madhe edhe ndaj Kosovës që na i krijoi kuadrat e para, sidomos njerëzit e ndritur si Rushdiu Shaku, si Bari Brisku, Hajro Ulqinaku, janë domethënë Hajrullah Koliqi, i kemi domethënë njerëzit e Ulqinit që me të vërtet po mos i Basria i ndjer që i dha një kontribut të jashtëzakonshëm Kosovës, Mehmet Kraja që kemi akademik, janë njerëzit që janë të ndritur. Nuk do i përmend edhe shqiptarët nga Malizi që janë nga Vuthajt, domethënë familja Qosja, Gjon Balajt,
familja Kukaj, domethënë janë pjesa atë dheu që na funksiononit mirë. Ashtu, janë familje që... Se keni lindur e keni rritur burra dhe gra të mençur e të ditur, e që janë shëndru në shtylla kombi, ashtu siç kanë qenë edhe krejt partë e tyre. A ke pasur ndonjëherë inat me fatin, me rrethanat, me jetën që ju ndaun nga babai? Gjatë asaj periudhe mendoj. Ishte pyetje interesante dhe me dy tehe, sepse fatmirësia në këtë fatkeqësi ishte që ne u rritëm në vendin e të parëve tanë. Domethënë ne u rritëm me njerëzit që ishte, ne i themi nana madhe gjyshës, nana madhe zyra, e cila na jekte madhin e babait, me xhaxhallarët tonë, Myrton dhe Kadriun, me hallat e jona, domethënë ishte me një ilaka shumë të madhe që të na e zbuste atë përjetimi që ne nuk kemi babë. Po me një anë, me të vërtet ishte zbrasia e babës, sepse gjithkush na njihnin si djemtë e flamurit, kurse ne nuk e dishim kush ishte babai. Edhe kjo ishte, domethënë, diçka gjithmonë që të prekste, por mbasi jeta ishte aq e vrrullshme, ne jemi të mbijetuarit e tërmetit të Ulqinit 79, 15 prill, domethënë, ne nuk kishim, ne u rritëm para kohës naim. Edhe kur rritesh ti para kohës, ti s'ke kohë që të mendosh për tani do t'i quaj tani imësina, dhe më thënë, po të ishim të rritur ndonjë sot, ajo do ishte ndoshta mangësia më e madhe, por atëherë nuk ishim kohë që mendonim të gjëra, sepse ishte faktikisht jo jetesa, por mbi jetesa. Fëmijë të bërë burra më herët. Po burra para kohës. Në kohën e fëmijës. Ne ato burra që u desh të bëjmë shtylla familjes para, sepse babai nuk ishte atë. Po ndonjëherë kur kaloje pranë postës, apo kur binte telefoni, një shpresë, një thirrje, një letër. Kjo ishte interesante, naim, se po ma rikthen një kohë interesante, kur në ish Jugosllavi, sistemi imuniste i asaj kohe i hidhen nga avioni disa fletushka propagandistike të asaj kohe, dhe në atë moment nëna mori atë letër, edhe tha, djema tha, ju ka shkruar tha babai letër. Edhe ne u gëzuam, dhe më thënë, aq me një gëzim fëminor të asaj kohe, dhe më thënë, fare gëzim i fëmijët, që babaj na ka shkruar letër, po u çuditshim, si ishte mundur, domethënë, për gjithë atyre letrave që qellonte, domethënë, ai letër tjetër pikërisht e babait ton. Edhe kjo ishte diçka që vite më vonë, domethënë, ne u qeshnim në atë. Po nëna e përdorte, ishte si një rrenë bardhë, si thirret, edhe ne gjithmonë mendonim atë kohë, si ato kohart që edhe në librin ton të dytë me Naimin e kemi titulluar Koha e Shegës, ishte ajo koha që e fëmërisë, koha që i mban mend gjithë ato gjërat e bukura të fëmërisë. Këto që po i flasim në realitet është Koha e Shegës. Kjo është libri Koha e Shegës dhe për ata që... Libri juaj i përbashkët. Libri jonë i përbashkët. Që shkruat jetën tuaj, të babait edhe të nënës. Një roman me vete, një histori jo e shkurtër, një histori goxha gjatë. Po sepse ndërlidhet familja... Një dramë, një film, një... Ai ndërlidhet trungu i familjes Rama me Ulqinin e asaj kohe, por edhe me Ulqinin antik. Domethënë e kemi rikthy edhe historinë personale të vendit me historinë personale të një familjes. Domethënë një familje shqiptare, mu në brigjet e Adriatikut, mu të vendi i Buzukut, Buzuku i famshëm i Mesharit, domethënë i shkronjave shqipe, edhe ishte ai Ulqin, domethënë që ne gjithmonë i rikthehemi. Ky ish Ulqini ishte domethënë ai një vendi, ai fenari që na drejton gjithmonë tek brigjet e Adriatikut ku jemi rritur, ku jemi formuar si njerëz, dhe po mos ishte kjo lëvizje që babai e bëri për fare ndjesi, s'po thuaj rastësore, por do them një rasti që ishte e vështirë për nënën dhe ne, po më një anë ishte një dhurat për ne që të rritemi në Ulqin dhe ne sot të bëjmë të bisedë, të ndajmë të bisedë dhe të kemi domethënë dhe të firmojmë dhe të jetësojmë Shqipen dhe shqiptarinë në çdo aspekt. Ky fanari ju dërgonte në drejtim të Prishtinës për të studiuar. Kur erdhët në Prishtinë për të studiuar? Ishte viti 88, ishte viti kur ndodhin ndryshime të mëdha në ish Jugosllavi. Çfarë regjistruat këtu? Të regjistruam, kishim dëshirë të regjistronim, por nuk mundëm sepse po të tregoj çka ndodh. Ne kishim mendim të regjistronim Fakultetin Albanologjik të kohës. Kishim gjuhë dhe letërsi. Mendja shkonte në drejtim të letërsisë, të krimtarisë. Prandaj edhe filloi ajo dëshira jonë që të kemi, sepse kishim se një pasion, por në momentin kur kemi hyrë në autobus, në atë moment kanë ndodhur demonstratat e famshme të Beogradit, ku
Miloševiqi në atë moment kërkonte burgimin e Azemvllasit, edhe ishte çështja e minaterëve të Trepçës, domethënë demonstratët e minatorëve të Trepçës, dhe gjithë ato grupi studentëve që jemi drejtuar gjatë Prishtinës u deshme të rikthehemi në Ulqin. Kurse ne në atë moment na erdhi thirrja në Ulqin si u kthyme, nuk mundemi të vim në Prishtinë fare, sepse e dishim që s'ka më, domethënë Serbia do bëte mekanizma e shtetit të asaj kohe, do i bëte gjitha represalet e veta, por rikthehemi në Ulqin, por kur rikthehemi në Ulqin, ne edhe pse jemi të lindur në Australi, kemi pasur domethënë në shtësinë e dëfisht edhe të Jugosllavisë të asaj kohe, ne na marrin Naim që shkomi në ushtri. Edhe me Naimin jemi dezertorët e parë që ikim brenda natës për Australi. Brenda natës për Australi. Po, sepse i kishit bërë dokumentacionin ju? Po jo, ne i kishim pasaportin e Australisë. A kishit pasaportat australiane? Po, me lindje. Por ne menduam që s'do na marrin në ushtri. Ku i morët pasaportat ju? Në ambasadën e Beogradit në Australi. Të Australisë. Po. Më thonë, megjithatë Australia për kujdesej për fëmijët e vet. Për njerëzit e vet. Çdo kush që e ka domethënë që ka lindur në Australi ka drejt me ligjin e Australisë të ketë në shtësinë e Australisë. E kishit menduar kërkimin e babait para kësaj kohe? Po, sepse gjithë familja gjithmonë e kishte emrin e Flamurit në gojë. Flamuri ishte si ai person, si një fantazëm, si një person u bë mitologjik. Çka prisnit? Unë priste të realizoheni më mirë materialisht që të udhtoni, se një ditë ta kërkonit me patjetër që do ta bënit. Edhe pse ne materialisht nuk ishim të mkëmbur, ne ishim jashtëzakonisht të pasur shpirtërisht. Ne kishim një shtëpi të vogël që na kishte ndërtuar ushtria mbas ne i themi në Ulqin Zërzeles, mbas tërmetis, edhe ne ishim tejet kënaqur me një shtëpi të vogël, me një nanë të mirë, ne themi tamaqare, punëtore, me faqe të bardhë, që çështja e lekut nuk ishte primare, ishte çështja e gjetjes babait. Po, e kuptoj, këtë e kisha si mekanizëm që të niseni. Po, mekanizmi kryesor ishte kërkesa e nanës Zyra, e nanamadhes time Zyra të ndjerë, e cila tha Sami, thot ti ke me ma gjet djalin. Me ma gjet djalin. Se pikërisht e kisha pyetje, çka ju shtyu? Edhe momenti kur dal nga pragu i derës, nëna madhe Zyraja gjynëzohet para meje dhe fillon me mi puth këmbët dhe duart. Edhe thot ti mu kur nuk kemë më pa, edhe ishte e vërtet që unë nuk prita ta shikoj nanën Zyra. Nuk arrite ta shikosh. Po, edhe ai nuk e priti që mu bëhen bashkë me baben. Se kjo ishte gjë interesante. Unë kur u riktheva në Australi, domethënë përveç mallit dhe dhimbjes, ishte një premtim i brendshëm që ja kishte bërë vetes nën Zyrasa. Nën Zyras, po dhe nën Naxhijes. Edhe Naimit, sepse edhe Naimi kërkonte nga unë, basi ishte unë binjak, unë kemi ndallim 30 minutash, po them jam më i vjetri, më i madh, jam vetëm 5 minuta më i madh. Mirë, dhe vendimin e morë, po kuptohet tani, u bën gjithë këto gjëra që vendimi përfundimtar për të thuar u morë. Tash e kishe përpara, unë do ta gjej babain tim. Udhtove në Sydney apo në Melbourne? Në Sydney, tani po të regoj. Paremendoni vetëm dua t'i rikthej shikuesit me një moment. Ishte një djalosh 18 vjeçar, pa i mbushur 18, që nuk din fare anglisht. A nuk di anglisht? Zero anglisht. Dishe gjermanishten shumë mirë, dishe italishten shumë mirë. Shkaku i turistëve gjerman, edhe Italin, mbasi kishim Rajunun dhe Rajduën dhe Italia Unun ne ishim të italofil. Gjithë Bregdeti i Malit Zi ka qenë italofil. Edhe, po të thujmë Bregdeti shqiptar. Edhe kështu, ne e dime ato gjë, po gjuhën angleze nuk e dishe. Edhe paremendoni një fëmijë asaj kohe, pa internet, pa telefonat celular, me shku me gjetë një babat surgjinosur që nuk dia si duket, kurse i kemi vetëm fotografiat e tia kur ishte i ri. Por nuk dishe Udhtove në Sydney. Sami tashi. Po, në kishe dajën tim, Shabanin. Po, kur e kërkoje, edhe fillove me kërku babain, me njëra, kishe dajën të në Shabanin, a kishte ndonjë kontakt daja? Zero me Flamurin, Flamuri ishte nda, që nga 73 ishte nda fare nga komuniteti shqiptar atje. Dhe kishte shku ku? Dhe kishte shku me një vend verior fare të janë ato zezakët australian që quhen aborigjinet, ishte me to atje në veri të Australisë që quhet Townsville, ishte shteti i mbretreshës Queenslanda, por mas harroni se Australia është një kontinent jashtëzakonisht i madh. Ishte domethënë vetëm shteti viktorian, ishte shteti më i vogël në Australi, nxen Evropën gjithë, apo disa Evropa brenda. Domethënë ishte një kontinent i jashtëzakonisht i madh, edhe Flamuri ishte pikërisht gati 4000 kilometra larg Sydney. Dhe ishte shkëput çdo lidhje me shqiptarët edhe me dajnë me të gjithë. Po, unë pata fat që një ulqinak e kishte kontaktin e tij. Edhe ai ulqinaku më ka kontaktuar mua, ka pas emrin Haxhi Selita, edhe ai tha Sami, Flamuri gjendet në Townsville dhe
mundoj që të lidhe me babajnë. Kur unë lidha mbas sa viteve me babajnë, me folë... Do të shkojmë aty. Po. Se më banë përshtypje pjesa emocionale që është më pëlqejnë, me të thënë të drejtën, sa do që t'jetë, unë jam i bindur që dhe juve ju pëlqen të rrefeni, se sa herë që rrefen besoj që shkarkohesh pak prej ati emocionit, asaj dhimbje të përjetuar për vite me radhë. Tash kur po e kërkoje babajnë, cila ishte frika me e madhe, të mos e gjeje, apo të gjeje dhe të mos ishte ai që e kishe ndërruar, cila ishte frika? Të gjitha këto si i fole. Gjitha ishin përmbledhur me një ankth të madh për mua. Nuk dishe si cilin person do flas, nuk dishe cilin person si do të reagojë ndaj meje dhe tek e fundit a do e njihja këtë njeri, domethënë. Kurse tani ky ka nisur 2 djem nga Australia në moshën 3-4 vjeçare, kurse unë rikthehem burr tani, edhe pse jam teenager, jam një burr, jam një burr i formuar në ulqinin që i shrit edhe ai, por faktikisht unë do të takoj tani një njeri të panjohur që duhet i them bab. Sa qëndrove në Sydney? Në Sydney, qëndrova gati 9 muaj, derisa gjeta babajnë. 9 muaj? 9 muaj. Përsëri ankth, e frigë, e pritje. Po, gjitha i prit dhe momentin kur vendosa ta shkoj të drejtohem ndaj flamurit ishte kur një... Duhet të thoje me autobus? Me autobus. Me autobus u thove? Me autobus, 4 ditë. S'kam ditur se kur kam hyrë dhe kur kam dalë, se çka do të gjej dhe si do të shkojnë kjo rrugë, por ishte pikërisht një shqiptar i Shqipërisë, një Dugagjinas, një Zef Deda, që tha unë me flamurin kam luajtur bixhoz, thot, unë e di thot mendjen e tij thot. Ai thot nuk do ta marri hapin e parë që të shikojnë ty, thot ti duhet shkosh ta gjesh ti babai. Ta gjesh ti atje. Edhe ashtu vendosa të shkoj ta gjej. Rruga ishte e gjatë, Naim, ishte e gjatë dhe nuk dishe. Haxhiu më tha që ai do të mpresi mua në stacionin e autobusit, por nuk dishe se si do duket ky njeri, a do di në cilin ditë do të vi. Telefonat si ishte ai takim? Ishte gjë interesante. Thuhet gjithsesi edhe kam lexuar për ju se ishte shumë antologjik, Ishte takim i mbushur me dhimbje. Me dhimbje, me gjithçka. Unë kur erdha tek stacioni i fundit, që ishte Townsville nga Sydney, ishte një stacion i fundit, ishte një tamam si një ato filmat western, ku ishte një pluhur i madh, u dukte një njeri me cigare, me disa pantolle të boj kafe, me një këmish të bardhë, me një bark të vogël, e kam fare, domethënë parasysh këtë figurë, edhe unë nuk besoja me sytë e mi se ky mund të jetë babaim, sepse ishte fare figurë që nuk e paraftyroja se ky ishte figura babaj, se unë e kishe figurën kur e dukte si ato aktorat hollywoodian, si George Clooney apo Cary Grant i kohës tonë, po jo një njeri që ishte fare i rrëzuar nga koha. Edhe unë kur ulen nga autobusi, kjo është gjëra interesante, ai më njofti mu direkt. Edhe ai mbasi ngjason të shumë xhaxhain e tij Shaban Rama, të ndjer i thash ku je, i thash Shaban Rama. Direkt atij, ai e heki cigaren nga goja, tha hajde të pas baba, tha unë jam thot baba ja thot pshty thot lart thot bjen mball, pshty thot poshtë bjen bark, tha skekum çën dhe skekum çën. Kjo ishte ajo që kjo ishte domethënë takimi. Edhe unë ishe fare si hutum, nuk ishte ai takimi hollywoodian që ti e roke, ti prallë, ti e ballafaquar me njëri fare të panjohur. Ma shtrëngoj dorën dhe tha shikot pas baba, thot, po qoftë se ke dëshirë, thot, ta blej, thot, dhomën hotel, thot, me fjet në hotel, apo do në, thot, marrë, thot, me fjet, thot, ke ku flejon. Ku flen baba. Jo, thot, bab, duke ti. Edhe unë nuk e dite se flamuri ishte faktikisht në një gjendje që nuk ishte as vend ku të fliste, sepse ishte koha që a ishte në një domethënë aq ishte i vobegët nga çdo aspekt. I marum. Unë i marum, unë ashtu sa unë ishte shumë i çuditur sepse Daja Shabani ishte një jetë mirë në Indierë dhe ai tani në Sydney të Australisë, kurse flamuri ishte fare i rrëzuar dhe i rënuar, por unë prapë kuptova se kjo ishte jeta e tij dhe tha ç'a din çka. Po kur i rrefenja, kur i thirrën nënën dhe Naimin në Ulqin, ato i thash, pse nënës i thash nuk më ke tregu se ky është babai, domethënë, se unë kam pas flamurin mitologjik në kokë, unë kam menduar se është milioner, kurse këtu kam gjetë një person që s'ka pasur lek në xhep. I varfër. Edhe ishte në një moment kur shkume me një pub australian, hera parë që ballafaqohem me pub irlandez, edhe ai po hyn në pub me mu, edhe po i thot gjithë pubit aty, gjithë musafirëve që janë në pub, i tha pije për gjithë, tha drink for everybody. Edhe një njeri që e njifte, sepse babai në atë kohë kishte emrin Fredi, prej flamur u bë Fredi, sikur se gjitha emrat ta bëjnë. Po, ta bëjnë. Shabani bëhet Sem,
Islami bëhet Jack, kështu janë, do më thënë emrat që i kanë bërë anglosaksonit e kanë këte, ti anglicizojnë emrat, dhe në atë pub tha drink forever, ky australiani tha, Flamur tha, ke fituar tha loteri, në gjuhën angleze, tha, jo tha, po tha unë tha jam jatë djali tha i Gjemal Ramës, tha. Se diti kush jam unë, Se dita kush jam unë, tha djali Gjemal, tha o zot, por unë kishe vetëm ato $300 në gjep, s'kishe me tepër, edhe i bërë gjithë pite. I tha unë, o zot, kurën e kurës, prej këtë shetutje, zot jam me lek, adin, sepse nuk e dishe, por ishte ajo edhe respekti, se ky ish babaj tani, unë do bëjt që ka bën baba, që ka thot baba, edhe ai do zëjnë vendin e vetë. Edhe ishte një rrugtim i madh mandej se si vjen nëna bashkohet me Flamurin dhe Naimin. Po pastaj babajnë e morën në Sydney, Po jo se morën në Sydney ende, sepse ishte ende nëna pa ardhur nga Ulqini. Atëherë u deshën të bënin dokumentat për nënën, dhe zjasin një kohë, por mandej Flamuri ishte jashtëzakonisht kishte filluar pijen prap, edhe nuk kishte dëshirë që të bësha me nënën bashkë. Po kur erdhi nëna në Australi, tha unë du mu bëtha me Flamurin, tha unë kam marrë tha ke burri jem. Ne ishim të çuditur me Naimin, po thash ti kjera për nenan, ja thët unë kam marrë për burrin tem. E fort kjo. Edhe e bam babën bashkë me nanën. Në Sydney? Jo në Sydney, por në Brisbane. Se ishte në Brisbane? Rrugë, po, të Australisë, edhe aty i tha me babës ke 2 rrugë dalje. Ta lesh alkoholin dhe ta zësh vendin ku të takon, si babë dhe si, dhe më thënë, si zot i shtëpisë, apo të vazhdosh jetën me alkohol, por s'ke punë me ne. E zjodhi punën e bashkimit dhe që atëherë Flamuri u bashku. Unë ndërtua afërsia. Unë ndërtua afërsia interesant, filluan. Me shumë vështërsi apo më? Me vështërsi, por me Flamuri ishte edhe njëri inteligent, ishte edhe poliglot, flitte disa gjuhë botërore, dhe më thënë kishte njohuri shumë. Edhe kur e la alkoholin, filloi të rikthehet edhe shqiptaria, edhe të rikthehen edhe shqiptarët tek zgjot energjia për ato të munguar ama. Lutëm shumë. Edhe ai kishte edhe shumë respekt edhe ndaj shqiptarëve të Kosovës, se kishte edhe disa miq nga Kosova, edhe patëm edhe një fat të mirë që me Naimin e hapëm në 90-ën edhe biznesin e parë në Australi që quhet Italia Uno Pizza dhe Pasta, ku babai dhe nëna ishin punëtorë kryesor. A punonin aty? Po, punonin aty. Sa e bukur. Edhe ishte një gjë interesante se Flamuri ishte i humbur, ai Flamuri i humbur, tani ishte Flamuri që po punonte. Çfarë drame. Po, ishin njerëzit, vishin shqiptarët nga gjithë, se ka shqiptarë shumë nga jugu i Shqipërisë atje, vishin dhe filluam të kemi edhe respekt. Sepse edhe pronar biznesit, po tani edhe Flamuri i rikthyer. Domethënë ishin dy çuna në moshën 3, menaxhien u rikthyme, shtëpinë e parë, filluan edhe martesat e para, filloi edhe jetët na evolvoi në një mënyrë tjetër derisa në menaxhie prap vendosi i tha Flamur sa do rikthehemi në Ulqin, tha ta rikthejmë edhe Ulqinin edhe pse të ekilon. Edhe Flamuri mas 40 viteve rikthehet në Ulqin. Mas 40 viteve rikthehet në Ulqin. Dhe pastaj për 20 vite jeton në Ulqin edhe atë me ples në kokë, a? Me ples në kokë, por shumë më pak se 20 vite. A më pak se 20 vite. Po, ai jeton nga viti 96 deri me 2002-ën kur ndron jetë nga kanceri. Lirinë e Kosovës e përjetoi. Lirinë e Kosovës e përjetoi. Edhe jo vetëm që përjetoi Kosovën, por mbasi Kosovës ka shku kur, me Naimin e morëm me ardhmë në Kosovë. Domethënë erdhi në Kosovë se kishte dëshirë të madhe, se kemi pasur ne shtëpinë kemi pasur plet me refugjata të Kosovës në vitin 90, edhe ato e kanë dhënë shtëpinë babai dhe nëna refugjatëve dhe ato gjithmonë kanë pas respekt madh për në 96 nuk thyn ata. Atë 96 i ndërtuan shtëpiat në Ulqin dhe Flamuri shumë u bë tani filloi nga Flamuri i humbur, tani gjithë ulqinakët më thonë, po ti e thot djali i Flamurit. Edhe kishte një ndjesi të madhe, tani e dishin kush ishte Flamuri. Sigurisht. Edhe ne shkuam në Mitrovic, më kujtohet se tash ishte një mjekë që ja kam harruar emrin, por kërkoj ndjes që Flamuri shumë e respektonte atë familje, një mjekë e Mitrovicës, dhe shkuam të vizitojmë me Mitrovic, dhe shkuam po ashtu një kushira nënës time jeton në rrethin të Gjakovës, po ashtu Limja edhe është familja Lusha në Gjakov. Edhe shkuam të vizitojmë edhe atë, po ishi gjë interesante, ish Kosova pas luftës. Viti 2000 në verë, me një golf dysh, ne kemi tretë rrugën, s'po dim, ishte ajo ura e Renikut, ura fshanj që i thonë Gjakov, mu këthyn nga fshatra tani, por s'kishim 12 orë këta pysim. Flamuri thot, lere mu, thot, onë thot një të bëj, troket nderaj si para 200 viteve, thot, jam Flamur Xhemali, thot, a ka mundësi me ma qilë derën, ishte koha pas luftës, ishte vështirë, ja qilë të derën, po thot Xhaxhi Flamur tha, vetëm po vazhdoni rrugën dhe do e gjeni këtë kushrinë në nënës time që ne e gjetëm, dhe ishte u rikthye edhe Kosovës, domethënë ishte gjë e madhe shumë dhe pastaj jo shumë larg edhe pati edhe fatkeqësinë
që ta marri kancerin dhe ndroi jetë, por ndroi jetë me plis në kokë, sepse ja kishte dhënë një malësor nga malësia plisin dhe atë plis e mbajti deri në momentin që ndroi jetë dhe gjithë dishin flamuri me plis. Edhe ishte kufoma e parë në Ulqin që u mbulua me flamurin kombëtar kur shkoi në momentin e fundit të një jetë e nisur veçantë. Domethënë, megjithatë në një vend nga më të zhvilluarit në botë, kthimi në Ulqin, mungesa e babait për 20 vite, kthimi prapë për Australi, rrugtimi pafund për ta gjetur, gjetja, momente kështu, bashkimi i babait me nënën. Ngjarje shumë e rrallë, në ngjarje e bukur. Keni çfarë ti rrëfeni jetës? Besoj që edhe ata të dy që nuk jetojnë më, e me që nuk jetojnë më, edhe i duar të pasin, ju bajnë homazh. Kanë çfarë për t'i thënë asaj bote për jetën e tyre këtej? Kur u bën bashkë, Naim, ishte interesant sepse nëna na ka rrëfyer shumë më vonë, se çka i ka thënë Flamuri herën e parë kur janë pa bashkë. Ka thënë Naxhie jam krenar si mi ki rrit djemt. Domethënë ka qenë krenaria e tij se si na ka rrit ne një nan, domethënë pa burr, me një vend aq të vogël si Ulqini, që të rritemi domethënë pa pas asnjë mungesë. Ndaj asgjë, domethënë nana ka qenë edhe bab edhe nan për ne. Edhe kjo ishte diçka për Flamurin e madh. Pastaj edhe hjekja dorë nga bigjozi, nga alkooli, nga gjërat e jashtëzakonshme. Një rrëfim i mirë se njeriu po të doj mund të ndryshojë. Mund ta bëj, po. Mund ta bëj. Ishte edhe pse ka pas addiksione të ndryshme, domethënë dy vese shumë të rrezikshme që janë ende sot të shkatrojnë familjet. Ai mundi që ti shkojnë domethënë brenda natës ti ndalojnë të dyja, se ka pas vullnetin e madh, domethënë vullnetin, dëshirën e madhe që të bashkohet me familje me në fund. Kur e morë Naimin në Australi? Një vjet më vonë, kur erdhi domethënë edhe Naimi, ishte takimi i Naimit me babain, edhe ai ishte një ves në vete sepse ishte edhe ai takim që me një njeri të panjohur, se edhe Naimi se kishte takuar kot. 88, 98 janë ngjarjet tuaja që i rrëfyem absolutisht. Lulja e Shegës, pak a shumë. Koha e Shegës u hap në. Pse keni quajtur Koha e Shegës? Koha e Shegës ishte një moment interesant, sepse Ulqini njihet për Shega dhe krejt ai rajon ka, domethënë Shegët, por Shega simbolizon edhe ishte një frut hyjnor. Ishte frut që përmendet edhe në librin e Shejt Kuranin, edhe ishte një frut që na simbolizon kohën e fëmijërisë, kohën më të bukur tonën, edhe kallëzon sikurse ato kokrat e Shegës, të cilët shkormoqen, po zakonisht bëhen bashkë më në fund, edhe ne u bëm bashkë me babën Flamur dhe me nenën. Domethënë Shega ka disa simbole. Një sinonim shumë i bukur kjo. Në një periudhë keni drejtuar një radio në Australi, kur ka filluar kjo? Po, domethënë janë dy momente kur kemi drejtuar radion me binjakun tim Naimin, e kemi çilur radion e parë në gjuhën shqipe në Brisbane, që quhet Radio 4EB, ishte radio e komunitetit. Edhe një gjë interesante ishte kur filluam ta qesim zërin e shqipes në etër, ishte me një mikun ton Nuradin Xhamali, kur e qitëm këtë radio për të parë herë me 90-ën, njerëzit nuk besonin në vesh të vetë, sidomos shqiptarët e Shqipërisë të vjetër, që ishin ikur qysh nga koha e zogut, atë nuk i besonin vesh vetë se janë duke dëgjuar gjuhën shqipe. Në lajme s'kishim si t'i marrim, ishte një telefonat që ja thirrshim Prishtinë, edhe i qizoshim lajmet, ishte një teknologji moderne, por e bënin disi. Realizohej, dhe ai ishte hera parë, kurse hera dytë ishte kur vendosim të shpërngulemi nga Brisbane kur babaja dhe nëna u kthyn në Ulqin. Ne shkuam në Melbourne, aty ku takuam, ishte komuniteti më i madh i shqiptarëve ishte në Melbourne për momentin, edhe aty gjithashtu radio komunitetit 3ZZZ, aty u bëm domethënë pjesëtar të këtij radios, edhe bukuria e këtij radio ishte sepse me Naimin për të parë herë mundsuam lidhjet e drejt për drejta me ndëgjuesi. Domethënë deri atëherë nuk ishte mundësi, deri atëherë mandej filluan të transmetojnë dhe radio kishte aq ndëgjueshmëri të madhe sa ne vetë nuk ishim në dijeni sepse po krijonim opinion një, por porezionim atë identitetin e humbur kombëtar, sidomos tek shqiptarët e Malit Zi dhe Maqedonisë, jo të Kosovës, sidomos kur filloi edhe të Kosovës edhe ishin pak, por ishin edhe me patriot. Duhet ta themi, duhet jemi më hapur, domethënë sepse Kosova gjithmonë ishte të them me një zemër të hapur që është djepi i shqiptarizmës.
ka pas edhe për detyrë. Po. Jepi shqiptarizmit, po edhe ka pas për detyrë. Po, e ka pas Ashtu për siç detyrë. e ka pas për detyrë Tirana, për gjithë shqiptarët, edhe Prishtina e ka pas për detyrë, e ka edhe sot bashkë për gjithë shqiptarët. Ashtu. Kështu pas, sepse jemi dy shtete, po jemi shqiptarë të gjithë. Ashtu, brumon që Në- edhe si atill, ky radio A ishte filloi- kjo radio ku ishte edhe Mengjiçi, ku ishte Yazim Jashar... Mengjiçi, Jashar Fazliu, Fazliu. kemi pasur domethënë disa Më thënë, ishi emra. Goxhani... Kena qenë grupë, por në momentet e caktuara e kemi mbajtur, domethënë kur e ka mbaruar Qazimi e ka marrur Jashari, kur e ka mbaruar Jashari e ka marrë një Emine me Mishi, mbas Emine me Mishi të kemi marrur unë dhe Naimi, mbas neve ka marrur një zonja Majlinda Lulo, kemi pasur ka lëviz, kemi domethënë. pasur një ishte një moment interesant kur më ka trokit në derë një zonjë nga Shqipëria. Ka pasur emrin Kalie Guga dhe më thot Kalia, thot, kam dëshirë të madhe të lexoj lajmet në radion e juaj. Po çfarë përvoje keni? Thot, unë kam qenë speaker e Tiranës. Kur e ndëgjum zërin e Kalies ishte pikërisht zëri i Radio Tiranës. Që e kishit dëgju ju. Që kemi dëgjuar, që mi rritur me atë zë. Për vitet të tëra. Edhe them, kur e kam qitur Kalien në etër, ajo ishte hera e parë që njerëzit mendonin se unë, thot, sa bukur i ke incizuar lajmet nga Tirana, se kishin fare ide se Kalia ishte në studio. Në studio. Por çka bëri kjo radio na im e zgjoi komunitetin që në momentin kur u kriju domethënë mundësia për komunitetin shqiptar të mbledhë fondet në vendlindja thret asaj kohe, ishte pikërisht komuniteti shqiptar australian që mbledhi milionin e parë për ushtrinë shqiptare të Kosovës, që ma mërmendën një dorë trokitje. Milionin e parë për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Pikërisht nga një komuniteti më i vogël. Komuniteti i vogël. Nuk ishte si në Gjermani, edhe nuk ishte komunitet koheziv. Domethënë, kemi shqiptar nga jugu Shqipërisë, kemi shqiptar nga Maqedonia, që i përshëndes, sidomos shqiptarët nga liçeni i Prespës, nga Ostreci, rrethi i manastirit, nga Këshava, Tetova, por janë sidomos nga Struga. Jeni domethënë ishte një komunitet që ka ishte i gjithanshëm, Kërçova gjithashtu. Dhe mirët vesh shqiptarët nga Ulqini dhe nga Ana Malit dhe Kraja, kemi shumë më pak nga Plava dhe Gusia, por janë, domethënë, kjo ishte fryma një komuniteti që ishte nga çdo vis që kur erdhi çështja e Kosovës. Tamam Shqipëria, mozaiku shqiptar, kështu komplet. Etnike. I Shqipërisë etnike. Ashtu. Edhe kjo që një gjë e madhe, sepse me Jasharin e një mikun tem të përbashkët, se kemi Jashar Fazliun nga Llapi, ai ishte faktikisht njëri që jashtëzakonisht i përpikët, dhe ishim s'kishte shtëpi që ne nuk trekisnim në derë me Jasharin, që nuk na hapte derën që më na dhanë parat për Kosovën. Ishte moment që do amajmë bend gjithë jetën time si momentet më tregon që një komunitet, po ka një arsye pse më dhanë do japin. Ishte komunitet që ka dhanë gjithmonë. Në shtëpis të gjetëm rëmë, e ja vetëm patë tëmë, se unë besën ta kam vënë. Këndonit? Këndonim Këndonit këngë të jugut sidomos, a? Me presparet po. Me prespanet. Presparet janë një komunitet jashtëzakonisht i mirë, janë nga Bellacërkva, janë disa vende të vogla atje që nuk mund të rikujtohen me emër, por aq e kanë atë kolonja, janë me origjinë nga kolonja, edhe sidomos ai theksi kolonjari i tyre, ata janë edhe, shiko, unë them ne gegët e kena thirr Abdul Frashin Toska i mençëm. Edhe ne duhet të themi që kolonjarët konsiderohen si kokat e Shqipërisë. Kolonja gjithmonë ka japur njerëz të ndritur. Do mos edhe lushnjë, pasi ka lindur edhe babaj lushnjë. Po shkoj me pak marketing e do të rikthehemi me bisedën tonë. Faleminderit. Marketing.